Mbrëm rreth orës 23:30 në fshatin Bogovin të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit privuan nga liria BA 20 vjeç dhe FA 20 vjeç, të dy nga fshati Bogovin, gjatë kontrollit të automjetit të pasagjerëve Golf me targa të Tetovës, në të cilin po udhëtonin, është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të vijojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 9:30, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar arrestuan 31 vjeçaren MH nga fshati Dobërdol, komuna e Vrapçishtit. Arrestimi u bë pas një denoncimi paraprak se ajo kishte kryer një vjedhje të rëndë në një objekt shitjeje në Gostivar. Ajo po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj saj do të paraqitet kallëzim përkatës. Dje në orën 13:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, EH 27 vjeç nga fshati Zhelin, pronari një kompanie rentakar në po të njëjtin fshat, ka denoncuar se më 10 dhjetor 2025 DN kishte ardhur pa dokumentacionin e duhur dhe kishte marrë me qira një automjet Audi në emër të një shoku të tij. Sipas denoncimit, pas skadimit të kontratës më 17 dhjetor 2025, ai e kishte vazhduar kontratën në emër të bashkëshortes së tij, por pas skadimit të afatit nuk e ka kthyer mjetin dhe nuk u është përgjigjur thirrjeve. Automjeti është i gjetur në zonën e Shkupit dhe i është kthyer pronarit, ndërsa pas dokumentimit të rastit, ndaj DN do të vijojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 12:50 në stacionin policor Gostivar, AR 61 vjeç ka denoncuar se rreth orës 9:15 para gjykatës themelore në Gostivar, pas një debati paraprak, është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij, UR, i cili ka përdorur një send metalik. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse.